Sektori për punë të brendshme në Tetov në bashkëpunim me shkollat tashmë disa vite është duke punuar në marrjen e masave preventive për prishjet e rendit dhe qetësisë në shkolla, komunikacion dhe ndeshjet sportive. Sipas kryeshefit të policisë së Tetovës Faredin Zenuni, policia e Tetovës është duke arritur rezultate pozitive pasi që sipas tij, rajonin të cilin është duke mbuluar sektori i punëve të brendshme është një ndër rajonet ku ka më pak incidente. Gjatë muajit të kaluar, në mënyrë preventive, kemi marrë aksione të zbulimit të mjeteve të cilët përdoren për dhunë në region. Janë zbuluar ca gjëra të vogla që nuk është qetësuese për mendimin tim. Dhuna në përshkolla nuk duhet të cilësohet si dhunë, për shkak se rastet, veçanërisht rastet ndëretnike në region janë të pakta në krahasim me sektorët tjerë. Rasti i padëshirueshëm i fundit që ndodhi, sektori edhe komuna pa edhe shkolla kanë reaguar në mënyrë shumë energjike për zbulimin e rastit dhe parandalimin e dhunës në të ardhmen. Sipas Zenunit, policia është duke punuar për zbulimin e nxënësve të cilët mbajnë thika në shkolla, kurse në shumicën e rasteve kontrollohen mjetet transportuese. Në çdo sektor cili furnizon shembull shkollat me nxënës, do të thotë gjithë ato transportuesi që vinë këndeja në sektorin e Tetovës, do të organizohen kontrolle të këtyre mjeteve transportuese që janë. Kështu që do të kontrollohen shpesh nxënësit të cilët janë nëpër autobusa, që mos krijohet një huti, të thotë aktivitetet të tilla parandaluese për dhunën do të ketë në sektor. Por nuk duhet të jepet shumë vlerë kësaj dukurie për shkak se sektori i Tetovës nuk njihet shumë si i dhunshëm, në krahasim me sektorët tjerë në shtet. Ndryshe, më datë 28 nëntor në gjimnazin e Tetovës një nxënës u lëndua me thik nga një nxënës tjetër, ndërsa gjatë ditës së premte një nxënës 12 vjeçar ka kërcënuar me armë zjarri bashkëmoshatarin e tij. Në kronikat e zeza në të shumtën e rasteve evidentohen rrahjet mes nxënësve, sidomos të atyre të shkollave të mesme.